Një situatë e rënd tensioni është regjistruar ditën e sotme në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ku një debat mes banorëve Kristi dhe Casey ka përshkallëzuar në një veprim që ka tronditur si banorët, ashtu edhe publikun. Gjithçka nisi me një përplasje verbale mes dyshes, gjatë së cilës Kristi u drejtua Caseyt me tone të ashpra duke akuzuar për mungesë respekti dhe tejkalim të limiteve personale. Sipas tij, sjellja e Caseyt ka qenë vazhdimisht provokuese, çka e ka çuar situatën drejt përshkallëzimit. Në kulmin e debatit, Kristi u shpreh me fjalë që ndezën dhe më shumë tensionet në shtëpi. Të ishe ti nga ata që dije respektin dhe limitet, vije këtu dhe nuk merreshe me burrërin time, por ti tani je duke treguar më shumë për burrërin tënde. Ke ardhur gjatë gjithë kohës duke më fërkuar, por duhet të dish një gjë, mua më fillon më fërkon dhe pastaj filloi të derdhem. Debati nuk mbeti vetëm në fjalë, revoltuar, Kristi hodhi birrën në kokë Caseyt, i cili në atë moment ndodhej duke ngrënë. Veprimi u prit me habi dhe tension nga banorët e tjerë, ndërsa atmosfera në shtëpi u rëndua ndjeshëm. Incidenti ka ngjallur reagime të shumta edhe jashtë shtëpisë, ndërsa tashmë pritet nëse vëllai i madh do reagojë dhe do marrë masa disiplinore pas këtij veprimi, i cili konsiderohet nga shumë kush si një nga momentet më të papranueshme të këtij sezoni deri më tani. Për t'u informuar për të rejat më të fundit, mos harroni të na ndiqni.